Përshëndetje shikues të nderuar të Radio Televizionit të Kosovës. Mirë se ardhët në Fjalë e Tinguj, që sonte do të sjellë historinë e formimit dhe interpretimit të korit të grave Muza. Kori grave Muza është një ansambël vokal i krijuar me qëllim për të sjellë në pa fuqinë dhe ndjeshmërinë e zërit të gruas përmes muzikës, e cila udhëheqet nga Albina. Ai është i përbërë nga gra të pasionuara pas këngës dhe harmonisë. Ky kor ka ndërtuar një identitet të veçantë artistik, duke interpretuar një gamë të gjerë veprash nga muzika korale tradicionale, këngë shtetare dhe ato popullore e deri në krijimet bashkëkohore, duke përçuar kështu mesazhe të forta shoqërore. Gjatë përvojës time, si mësuese muzikës, kam pasur rastin të takoj shumë nëna, gra, me të cilat gjatë bashkëbisedimeve tona spontane, kam fillu me kuptu se ato dikur kishin ëndër të merreshin me muzikë, me këndim, por që nuk i ishte dhënë mundësia ndoshta nga mentaliteti asaj kohe dhe gjithashtu nga kushtet jo të mira materiale. Aty më lindi në fakt ideja, thash unë do të bëj diçka për këto gra. Gjithashtu, gratë e pensionuara, dhe më thëmë gratë më në moshë, besoj se kanë shumë nevojë për një hapësirë argëtuese. Duke fillu prej mamit tim, të cilën e kisha afër, dhe e kuptoja çdo ditë se ajo kishte nevojë të dilte ndonjëherë nga shtëpia dhe të dëfrejnë një ambient pak më ndryshe. Kështu që unë nga kjo inspirova dhe themelova korin e grave Muza.
Kori Grave Muza është themeluar në vitin 2023. Muza ndërlidhet me muzën, me inspirim dhe gjithashtu me muzikën. Kështu që kjo ndërlidhje më bëri të mendoj t'javë këtë emër dhe besoj se s'kam gabuar, sepse në Korin e Grave Muza ka mbi 30 gra, vërtet muza. Ato janë gra në mosha të ndryshme dhe kanë profesione të ndryshme. Por që gjatë kësaj periude ato kanë dëshmu se janë muza. Duke ditur ndikimin e madh që ka muzika, unë kam mendu se pikërisht me muzikën dhe me këngën të bëj diçka për to. Muzika socializan, argëtan, dhe kështu që në vazhdim provat të cilat ne i mbanim dhe vazhdojmë t'i mbajmë janë vërtet ditë, orë, gëzimi për ne, dëfrimi. Ne shpesh festojmë edhe ditëlindje gjatë provave dhe përveç kësaj ne kemi arritë të korrim shumë rezultate e suksese në vazhdim. Duke falenderua profesoreshës Albina Jakupi, e cila me entuziazëm të madh, një ditë e shikoj në Facebook e ka hap një si lloj konkursi për pranimin e të gjitha zonjave të qytetit, kush dëshiron të angazhohet në korin e qytetit. Me të vërtet njëherë u endova, thash, ta thras ta pyes Albinën, a i pranojnë edhe gratë që janë në pension, do të në mosh pak ma të shtyrë. Tha po, është e hapur, tha, për të gjithë. Prandaj me shumë kënaqësi e pranova dhe erdha këto. Kur erdha këto e gjeta një prej fillimit ka marrë, pastaj on të arsuan shumë anëtare të reja, e gjeta një rreth dhe një rreth shumë të mirë. Do të ishte kënaqësi e madhe, është një kënaqësi. Ne përpos që këndojmë, arktohemi, bisedojmë me zvete, japim propozime të ndryshme, Albinën gjithmonë e kemi krah, është një vajzë, një grua tani, që vetëm pozitivitet sjell për ne. Ajo është, do thot, kyçe që ne jemi të gjithë këtu. Jemi një shoqëri shumë, shumë e mirë. Unë jam Esma Blaca, me profesion jam sociologe. Për ndryshe kam dhënë një kontribut shumë të madh gjatë tërë jetës për gjeneratat e reja. Për ndryshe pra kam qenë profesoreshe sociologjisë. Si e re kam pas një dëshirë të mirë me muzikë, mirë po atëherë ishte koha ndryshe, dhe më thonë me një mentalitet të kohës tonë dhe nuk kam mujtë me realizu ëndrrën time. Tash me dalje në pension, për herë të parë pash në mjetët e informimit se Albina kishte qitë një lajmërim se do të hapi korin e qytetit Muza. Edhe kështu, une me andje e prita këtë lajmë dhe ditën që na caktoi Albina të vim edhe të lajmëromi, une erdha një ndër të parat
në shkollën këtu të muzikës, edhe ju paraqita Albinës. Kam një mesazh për gratë të cilat pensionohen. Nuk ka rëndësi as mosha, as nuk ka rëndësi për shembull vitet që kanë kalu, po këtu është një ndër to vullneti të cilën duhet çdo grua që pensionohet të mirët me aktivitetet të ndryshme dhe ta sheh veten si të gëzuar dhe ta sheh veten në mesin e ati gëzimi apo ati pasioni që ka për jetë. Pra, edhe një mesazh tjetër është se duhet të gjitha gratë që pensionohen duhet pra të aktivizohen në çdo aktivitet. Nuk është të thanën vetëm në muzikë, po edhe në aktivitete tjera. Me muzikë jam marrë prej fëmirisë, si trashëgimi familjare. Pastaj rrugtimi e deshi që unë pak të ndaloj me muzikën, por falemderit Albinës që hapi dyert e tona, hapi dyert e shkollës muzikës dhe na fali një kënaqësi pafund neve femrave të Gjilanit. Kështu që ne Kori Muza jemi një lule në saksi. Çdo lule e ka ngjyrën e saj, e ka bukurinë e saj, kështu që unë Kori Muza e përmbledhi si shumë lule në saksi. Si përgjën interpretimin? Po, repertuari gjithmonë përgjidhet nga shumica. Kemi atë unitetin e korit, që gjithmonë njëra e përgjith ndonjë këngë gjithmonë përkrahet prej tjetrës, kështu që përgjithja gjithmonë që është bërë me unitet. Kënga që e kënduve u duk sigur edhe ndjeve? Po sigurisht se çdo nën e ndjen këtë, edhe unë e ndjeva sepse i kam 2 fëmijë, edhe sa herë që e këndoj me shumë emocion edhe me mallëngjim, kështu që çdo nën sigurisht e përjeton njëjtë sikur unë që e këndoj, edhe ato që e dëgjojnë e përjetojnë bashkë me mua. Unë jam Luljeta Hrublica Shkodra, inxhiniere makinerisë. Punoj që 17 vite si profesoresh në shkollën e mesme, teknike. Unë ka qenë për mu diçka jashtëzakonshme me art e Kori Muza, se kam pas gjithmonë ëndër muzikën. Edhe pse s'ka mujt me realizu ma herët, po Kori Muza ma ka mundësu këtë gjatë që jam jashtëzakonisht shumë e kënaqur. Dhe thëmë drejtën është një grup shumë i veçantë, i përzirë në mosha ndryshme, profesione ndryshme, përveç këngëve, argëtimi që e bajmë, do thotë kim jashtëzakonisht një përvojë prej secilës që mësojmë për njëra tjetrës. Dhe e veçanta e kësaj është që kemi privilegjin që ushtrojmë me profesionistët të shkollës muzikës, do thotë instrumentiste, Albina si udhëheqëse e korit, dhe kemi ardhur në një pikë që kemi fillu me mësu edhe notat, me mësu edhe gabimet e tona, do thotë që kemi qenë në fillim grup jo shumë amator, po jo shumë lidhje me muzikën në mënyrë profesionale. Mirë po kemi ardhur deri tash që kemi arrit me një pikë që po i vrejmë gabimet e tona, po dim ku më korrigju, ku më përmirësu dhe them drejtën për çdo ditë më shumë po mësojmë gjithçka prej provave, prej ushtrimave. Jeni mësuar me skenën, Po. keni emocione? Fillimisht ka qenë shumë emocioni veçantë, se gjitha kemi qenë përveç disave që s'kemi marrë pjesë në skenë asnjëherë,
për neve ka qenë diçka e hera parë, para publikut, me duat rukitjet mëdhaja, sidomos koncerti parë ka qenë emocion për plot. Mirë po tash gradualisht, për shkak që jemi mësu me skenën, jena mësu pak me publikun, do thot përveç dëshirës për me këndu, na për çdo ditë po përfitojmë për grupit, për i korit Muza, po përfitojmë me dalë para publikut, po përfitojmë me ndjat knatësin, kur duart roket dikush, dhe jashtëzakonisht është shumë i veçantë ky grup dhe ja vlen të jem pjesë e saj. Unë jam shumë e lumtur personalisht. Përmes interpretimit të tyre, këto artiste synojnë të përcjellin mesazhe të forta të dashurisë, forcës, unitetit dhe ndërgjegjësimit për çështje të rëndësishme shoqërore, siç është edhe kujdesi për shëndetin dhe mbështetja për gratë që përballen me sfida të ndryshme. Gjatë viteve, Kori Muza ka interpretuar disa koncerte duke sjellë kështu një repertuar të larmishëm që përfshin këngë tradicionale, himne frymëzuese dhe kompozime të reja të përshtatura për zërin e grave. Kemi mbajtur dhe koncerte të tjera, koncerti për datën 8 mars që dedikohet gruas, të cilin e kemi mbajtur në teatr, dhe koncerti i fundit ishte koncerti i Muajit Roz. Ky koncert kishte arritur të mbushte sallën, teatrin për plot, dhe u mirëprit shumë. Kështu që ne jemi gjithmonë falënderues publikut dhe njerëzve që na përkrajnë, të cilët janë të shumtë. Për te skenës, Muza është një familje artistësh kur zëri çdo gruaje ka rëndësi. Bashk, ato jo vetëm kryojnë muzikë, por edhe ndjejnë një forcë bashkimi dhe përkraje për njëra tjetrën. Në çdo koncert ndjehet emocioni, pasioni dhe përkushtimi. Love,
Ne kemi mbajtur deri më tani 3 koncerte tonat. Koncerti i parë është mbajtur këtu në sallën. Për atë dhe kemi një emocion të veçantë çdo herë në këtë ambient. Ka qenë një befasi ndoshta edhe për qytetin e Gjilanit, për shkak se ishte kori i parë i grave këtu. Dhe është mirëprit jashtëzakonisht mirë, kemi pas shumë mysafir, shumë publik, shumë duartrokitja ditë. Pas këtij koncerti ne kemi mbajtur dhe koncerte të tjera. Koncerti për datën 8 mars që dedikohet gruas, të cilin kemi mbajtur në teatr, dhe koncerti i fundit ishte koncerti i muajit roz. Ky koncert kishte arritur të mbushte sallën, teatrin përplot, dhe u mirëprit shumë. Kështu që ne jemi gjithmonë falënderues publikut dhe njerëzve që na përkrajnë, të cilët janë të shumt. Kori i grave Muza përbëhet nga një ushtri, quaj kështu, të grave, të cilat me shumë guxim, bindje e mbi të gjitha pasion, çdo herë shfaqin talentin e tyre dhe dëshirën e madhe që kanë për muzikën. Kori i grave Muza vazhdon të jetë një shembull i shkëlqyer i forcës së gruas në muzikë dhe në shoqëri, duke dëshmuar se arti mund të jetë një mjet i fuqishëm për të ngritur zërin dhe për ndikuar pozitivisht në komunitet. Duke ju lënë me interpretimet të korit të grave Muza, unë ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Mirëmbëjtje.